Të ndërruar të shikues me dita, ne vazhdojmë me lajmet tonë dy CNN. Pa kohë përpara koncertit të Kanye West, vëmendja nuk është vetëm tek muzika, por edhe tek ndikimi ekonomik i eventit. Organizimi po konsiderohet si një provë për industrinë shqiptare të argëtimit dhe aftësinë për të tërhequr turist. Ekspertët mbeten të ndarë nëse investimi do të sjellë përfitimet e pritshme për ekonominë e vendit. Muzika, artin vetvete janë disa nga industritë që janë përdorur nga vende të ndryshme për të rritur prodhimin e tyre të brendshëm brut. Teksa Tiranën e ndajmë vetëm pak orë nga koncerti i reperit amerikan Kanye West, një artist që krijon po aq polemika sa audiencë, eventi është kthyer në një bast financiar, reputacioni dhe logjistike. Patjetër që evenimente të tilla vendet europiane që janë destinacione të rëndësishme turistike apo pikat nyjet më të rëndësishme turistike të qytetërimit evropian kanë zgjedhur sportin dhe kulturën si mundësia e vetme apo një nga instrumentet më të rëndësishëm për të rritur numrin e turistëve në vendet e tyre, por edhe për të rritur konsumin. Koncerti West, i cili do të mbahet në Eagle Stadium me kapacitet 60.000 vende dhe bileta që luhaten nga 120 në 330 euro, është kthyer në një provë force për ekonominë e argëtimit në Shqipëri në një moment kur vendi po tenton të hyjë në hartën e eventeve rajonale me ndikim global. Është diçka për të parë se është një industri e cila bazohet mbi konceptin e talenteve, por gjithashtu mbi konceptin e marketimit të mirë të këtyre talenteve. Pra janë to dy komponentë që duhet vijnë bashkë për të prodhuar një industri të tillë. Narrativa publike mbetet e ndarë. Nga njëra anë, kryeministri flet për një interes ndërkombëtar rekord dhe alokon 4.2 milion euro nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, platforma zyrtare e shitjes së biletave vijon të shfaqë gjysmën e biletave ende të pashitura, duke ngritur pikpyetje mbi suksesin e koncertit dhe njëherëzi përfitimet ekonomike të Shqipërisë. Patjetër që është më nevojshme se kur në rastin e Shqipërisë, jo vetëm për shkak të kushteve të brendshme ekonomike që ndodhet Shqipëria, por edhe për shkak të politikave financiare apo strategjive që duhet të ndjek shteti jon, është e nevojshme që të orientojmë, le të themi, edhe zhvillimin ekonomik të vendit drejt turizmit dhe drejt evenimenteve që thithin turizmin në Shqipëri. Ajo që më shqetëson mua personalisht si ekspert kur flasim për të bazuar rritjen ekonomike mbi turizmin apo mbi këto faktorë të tjerë që folën, pra industria e argëtimit në përgjithësi, është se nuk është shumë e qëndrueshme në kohë. Ndërsa tregu shqiptar është i vogël për koncertet këtyre përmasave, shpresa ishte tek turistët e huaj. Dhe nga kjo ne marrim vinë shumë vizitor, që këto nesër pas nesër kthehen dhe turistë, duke parë radh parë raportin cilësi çmim. Shqipëria është një vend i sigurt dhe kjo është shumë e rëndësishme për ato që vijnë këtu. Dhe normalisht ato do marrin shumë shërbime këtu si në për restorante, dyqane, mund të blinë suvenire dhe mikpritja do jetë një atraksion shumë i madh për neve që e kemi akoma pjesë të traditës. Një element real që tregon për interesin e turistëve është ai prenotimeve të hoteleve, ndonse është kulmi i sezonit dhe pritet të mbahet një koncert i madh. Në kryeqytet dhe Durrës mund të prenotosh lirshëm në hotele dhe apartamente me qira ditore. Jo, nuk duhet të abuzojmë me çmimet, por nuk është se janë 10-20% çmimet më të larta, sepse edhe eventi ka kostot e veta dhe normalisht kostot duhen mbuluar, kështu që nuk bën problem për turistët dhe nuk besoj sepse Shqipëria është akoma një vend goxha i lirë për pjesën europiane. Koncerti po teston disa gjëra njëkohësisht: fuqinë blerëse të publikut shqiptar, gatishmërinë e infrastrukturës, kapacitetin organizativ të industrisë lokale, tërheqjen e turistëve dhe aftësinë e Shqipërisë për të menaxhuar një event me standarde ndërkombëtare. Nëse projekti funksionon, ai mund të hapë një derë për një treg të ri koncertesh dhe eventesh masive në vend. Nëse dështon, do të shërbejë si shembull i më i qartë se ambicia e ka kaluar kapacitetin real të tregut shqiptar. Kryeministri Edi Rama publikoi imazhet e natës së brendshme të stadiumit ku do të performojë reperi amerikan. Rama tha se është gati për koncertin e sotëm, stadiumi që sipas tij do ta fusë Shqipërinë në një tjetër hal globale, atë të komunitetit botror të amatorëve të muzikës, të cilët fal ngjarjes muzikore të mbrëmjes së sotme do të bëjnë atë që bëjnë kudo ku shkon Kanye West, do të vinë të vizitojnë Shqipërinë. Disa vazhdojnë të flasin për 4 milion euro shpenzim për një natë, por vetëm kush nuk do nuk e kupton që ato 4 milion janë një investim i cili do të rikthehet nga mira vizitorët që në 48 orë të fundit janë shtuar në hotelet, apartamentet, restorantet, baret, dyqanet, taksit, thekson kryeministri Rama. Sipas kryeministrit, një koncert i këtyre përmasave dhe i këtij artisti nuk është thjesht një ngjarje artistike, është marketing global për Shqipërinë, një reklam që do të kushtonte shumë më tepër po të blihej me fushata tradicionale.
Shqipëria nuk fiton duke u fshehur nga bota. Shqipëria fiton duke e sjell botën në shtëpinë e saj, tha Rama. Sali Berisha deklaroi se kryeministri Rama kreu një akt antikushtetues, duke dhënë mbi 4 milionë euro për koncertin privat të Kanye West e duke prekur fondin e rezervave të shtetit. Berisha përgëzoi protestën e qytetarëve që sipas tij ekspozoi Edi Ramën në sy të botës si narkodiktator. Në Shqipëri skandali dhe super skandali zën njëri tjetrin. Edi Rama merr nga fondi rezervi qeverisë, krijimi i cilit bazohet në nene të qarta të Kushtetutës së Shqipërisë. Dhe ky fond që është besuar atij për ta përdorur për emergjenca, urgjenca dhe raste tepër të veçanta. Këtë fond Edi Rama e ndan me Kanye West, një këngëtar i mirënjohur vetëm për lobingje të tij. Ky është një krim antikushtetues. Në asnjë rrethant dhe në asnjë rast, një koncerti privat nuk mund të jipeshin parat e emergjencave të një vendi apo parat e rezervës së Këshillit të Ministrave. Edi Rama damkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator, për të cilin ligjet dhe kushtetuta e vendit janë një letër e vdekur. Kryengritja e fuqishme paqësore, rinore, qytetare që kaloi 41 ditë me pjesëmarrjen më të madhe që nga vitet 90 historinë e vendit ka fituar mbështetje dhe simpati të madhe ndërkombëtare. Libri i Kuqi Edi Ramës është 750 faqe, akt akuz për 523 vepra kriminale. Ishte kjo, të nderuar teleshikues, vetëm një pjesë e fjalës kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili sot, ashtu siç do të shtunë, është në lidhjen e tij të drejtë për drejtë me qytetarët shqiptar në rrjetet sociale. Ne vazhdojmë edhe ndjekim atë çka është duke thënë në këto momente. Janë miratuar rezoluta nga Partia Popullore Europiane, që është partia më e fuqishme politike qeverisë Europën në mbështetje të protestë, dhe do ta bëjmë këtë sepse konsiderojmë atë lëvizjen rinore, qytetare, më madhështore, më të fuqishme, më të rëndësishme të 30 pas asaj që përmbysi diktaturën komuniste. Kjo lëvizje po përballet me më të keqen e diktaturave, diktaturën e banditëve, diktaturën e padrinos. Ndaj dhe çdo shqiptar duhet ta mbështes pa asnjë rezervë. Bulent Tupi, përshëndetje doktor, nëse rilindja urbane ishte sukses historik, kjo në thojza, pse pas 13 vitesh duhet një rilindje 2.0 për të zgjidhur të njëjtat probleme? Rilindja urbane u vodhen 3.2 miliard euro. 61 sheshe, se u kisha dha një shifër të gabuar më parë, 61 sheshe të qytetave dhe qyteteve të Shqipërisë kanë kushtuar 3.2 miliard euro në një kohë që në mënyrë absolute në të gjitha variantet ato nuk mund të shkojnë kurrë në shumë se 450 milion euro maksimumi i të gjitha. Rasa guri të nxjerra në Berat apo të nxjerra aty dhe këtu dhe të shtrura në qytete. Kjo është gjëja më e pa imagjinueshme. Por tani nuk Oreksi vjen duke ngrënë. Tani duhet të vjedhin për të fut kablot. Edhe po të garantoj që do jenë dhe 2 miliard euro tjere, se kështu e nis me 1.5 dhe përfundon me 2 miliard. Ky do të gropos, do të plaçkis bashkë me bashkiakët e tij dhe këtë
këte 2 miliard, 1.5 miliard janë elektorale se po fillojnë zgjedhjet lokale. Kemi 2 pyetje të ndryshme nga Elio Borni. Doktor, sipas jush, kush do të fitojë kampionatin botror? Mendoj se për Francën keni një pikë të dobët, por këtë herë cilën kombëtare shihni si favorite? Këto që kanë dalë në çerek finale janë shumë të forta dhe natyrisht absolutisht jam me atë që lot më mirë, por po të fitoj Franca, mirë më vjen. Ndërsa një pyetje rikthehemi tek Partia Demokratike, kur do të zhvillohen zgjedhjet për nënkryetarë dhe sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike nga Këshilli Kombëtar? A ka një afat konkret për përfundimin e strukturimit të drejtimit të partisë? Shumë faleminderit për pyetjen, po, gjysmën e dytë të javës që vjen, me qenë se mua më duhet, e kisha normen gjysmën e parë, po më duhet jem në Bruxelles në një aktivitet ndërkombëtar ku mblidhet Internacionala Demokrate e Qendrës, organizata më e madhe e partive politike në botë, në cilën më duhet të shkoj patjetër, sepse siç e dini, unë jam zgjedhur aty zëdhënës presidenti i saj. Në këtë linjë pyet edhe Toni Ndreu, thot përshëndetje doktor Berisha, besoj se Partia Demokratike do të hap fushatën shumë shpejt me kryesinë e re, a do të ketë primare për kryetarët e bashkive, a do të ketë primare për deputetët që mund të shpallin kandidaturat për bashkitë? Të gjitha këto do i përcaktoj Këshilli i Ardhshëm Kombëtar në mbledhjet e veta, Tonin. Edhe shumë shpejt do fillohet përgatitja për zgjedhjet lokale. Ndërsa Dritan Haxhia thot përshëndetje doktor, kur do të na vish në Amerikë? Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Michel Taran, shpreh zhgënjimin për nivelin e dialogut në Shqipëri. Nga Korça, ku zhvilloi një vizitë, Taran komentoi edhe protestat që po vijojnë prej 42 ditësh, duke thënë se është i gëzuar që ky tubim nuk ka patur incidente. Ai shtoi se qytetarët kanë të drejtë të shprehin revoltën e tyre. Për ambasadorin e OSBE në Tiranë, Michel Taran, protestat qytetare që po vijojnë prej datës 31 maj janë një element i demokracisë dhe shpreh i gëzuar që këto tubime kanë qenë paqësorë dhe pa incidente. Aspekt normale e jetës demokratike dhe shumë gëzohem që Shqipëria u bëu tani një event ku protestë të tillë mund të kenë pjesë, mund të organizohen edhe në mënyrë shumë qytetare, në mënyrë shumë paqësorë, ka patur disa incident, por në përgjithësi nëse shikon pas më shumë se një muajve nuk ka patur incident të rëndësishme. Por ndërsa vlerësoi ato që tashmë quhet revolucioni i flamingove, një koment pati edhe për klimën politike në vend, duke shprehur pra kënaqësi për mungesën e dialogut mes palëve. Fakti që ekzistojnë polët 2 ose 3 ose më shumë polët në fushë politike është diçka normale. Është tamam karakteristika e vendeve demokratike. Që tjetër është problemi i si bashkëpunojmë, diskutojmë polët të ndryshme dhe fatkeqësisht duhet të thoni që dialogu në politikë në Shqipëri nuk është në nivelin i duhur. Këto komente ambasadori i OSBE i bëri nga Korça, ku zhvilloi një vizitë këtë fundjavë. 13.8 milion euro do të ndahen për fermerët në skemën e rimbursimit të TVSH-s mbi shitjet në 6 muajt e parë të vitit. Ministri Petrit Malaj apelon për të plotësuar formularët duke theksuar rëndësinë e autofaturave. Prej një korikut përmes sistemit e-filling të tatimeve ka nisur aplikimi online nga fermerët që duan të marrin rimbursimin e TVSH-s me 10%. Mësohet se gati 8.000 subjekte kanë dorëzuar autofatura, ndërsa pritet që për shitjet në 6 muajt e parë të vitit të shpërndahen 13 milion euro. Me sakrificë, me mund, me dashuri. Ministri i Financave Petrit Malaj nga zyrat e shërbimit të tatim paguesve në Fier theksoi se gjithçka realizohet në pak hapa, ku dhe fermerët kanë llogaritë e tyre online.
Duke filluar nga data 1 korrik, administrata tatimore ka filluar tashmë me kompensimin në masën 10% të produkteve bujqësore dhe blegtorale, të cilat tregtohen kundrejt faturave të rregullta tek pikat e grumbullimit apo në pikat e përpunimit. Sipas dhënave paraprake që kemi, shuma potenciale për t'u kompensuar ndaj fermerëve është në masën 13.8 milion euro. Malaj nënvizoi gjithashtu dhe rëndësinë e prerjes së faturave të rregullta tatimore për të bërë pjesë e procesit. Është një proces i cili mund të bëhet lehtësisht nëpërmjet sistemit e-filing, ku fermerët mund të hyjnë në llogarinë e tyre, aty janë të gjitha faturat e rregullta tatimore të listuara dhe mjafton me një kërkesë të thjeshtë dhe me numrin e llogarisë bankare të kryejnë aplikimin. Ministria e Financave raporton një rritje me gati 2 miliard lekë të shitjeve të produkteve bujqësore drejt subjekteve në TVSH prej janarit deri në qershor. Vetëm në 2 muaj janë 2 milion hyrje dalje në pikën doganore të Morinës. Turizmi patriotik vijon të metet i lartë, duke zgjedhur Bregdetin dhe Alpet për të kaluar pushimet. Për të përballuar fluksin rekord me mbi 40.000 kalime në ditë, policia kufitare ka shtuar sportelet dhe efektivet, ndërsa shumica e vizitorëve kanë zgjedhur Bregdetin, por edhe destinacione të tjera. Turizmi patriotik ka vijor të lulëzoj edhe këtë vit. Vetëm në 2 muaj, në doganën e Morinës, kanë lëvizur mbi 2 milion shtetas. Qytetet bregdetare janë destinacionet kryesore. Shumë të tjerë zgjedhin që të eksplorojnë edhe parkun kombëtar të Valbonës dhe destinacione të tjera turistike. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Migracionit Kukës, Arben Alika, fluksi ka qenë në rritje në të 2 anët e kufirit. Gjatë periudhës maj-qershor 2026, në pikat e kalimit kufitar të qarkut Kukës, janë përpunuar 2.069.414 shtetas hyrje dhe dalje dhe 1.003.496 automjete po hyrje dalje. Për të shmangur radhët kilometrike apo edhe vonesat, policia kufitare thot se ka shtuar kapacitetet në të gjitha pikat e kalimit kufitar të qarkut. Gjithashtu, po përfundon instalimi i sistemeve të pajisjeve të reja teknologjike, të cilat do të rrisin ndjeshëm shpejtësinë e përpunimit të shtetasve dhe mjeteve, duke garantuar njëkohësisht standardet më të larta të sigurisë kufitare. Të dhënat flasin për një mesatare ditore prej më shumë se 40.000 shtetas që hyjnë çdo ditë nga pika kufitare e Morinës. Muaj korrik dhe gusht parashikohet që të kenë rritje edhe më të fortë, çka është kthyer në tradit vitet e fundit, ku bashkombasit zgjedhin të pushojnë në Shqipëri. Vlora mbetet një nga destinacionet më të preferuara të këtij sezoni veror, duke tërhequr çdo ditë qindra turistë vendaze të huaj, të cilët shikojnë plazhet, ishullin e Sazanit dhe Karaburunin, të nxitur kryesisht nga rrjetet sociale. Shumë thonë se kanë zbuluar përmes rrjeteve sociale, ndërsa shtojnë se i ka surprizuar jo vetëm natyra, por edhe gastronomia. Vlora vijon të mbetet një prej destinacioneve më të pëlqyera nga turistët këtë sezon veror. Plazhet mbeten destinacioni kryesor, por shumë zgjedhin të eksplorojnë ishullin e Sazanit dhe gjiret e Karaburunit. Veturistët pohojnë se me Vlorën janë njohur në mediat sociale, e prej aty kanë vendosur të kalojnë disa ditë pushimi. Përveç bukurive të shumta natyrore, turistët Vlorën e shijojnë edhe përmes ushqimeve. I'm from London. Unë vi nga Londra dhe në Shqipëri vi për herë të parë. Zgjodha Shqipërinë këtë herë. Hapësira ku qëndruam në Golem ishte hotel mjaft i mirë dhe me shumë aktivitete. Tashmë jemi në Vlorë dhe ky qytet më sa kam parë është shumë i bukur. Do të shikoj më shumë sepse jemi në një vark, por moti është fantastik. Në Vlorë do qëndrojmë për një ditë të vetme, më parë kemi vizituar Tiranën dhe Durrësin. Pas Vlorës do të largohemi. Është hera e parë që jemi në Shqipëri. E kemi parë këtë vend në internet. Ishte shumë i bukur në Instagram, TikTok, në rrjetet sociale dhe kështu që ja ku jemi këtu. Mendoj se njerëzit këtu në Vlorë janë të mirë shumë. Ushqimi është i mrekullueshëm, moti, deti, qengan fantastik. I'm from Germany. Unë vin nga Gjermania. Është hera e parë që jam në Shqipëri. Mua më pëlqen shumë kultura në Shqipëri dhe me të gjitha njerëzit që janë këtu. Shqipërinë e zbuluam nga interneti dhe tashmë jemi këtu. Në Vlorë më pëlqen më shumë deti, por gjithashtu dhe malet që rrethojnë, por edhe komuniteti këtu. Sipas shifrave nga autoriteti portual i Vlorës, në fundjavë është shtuar ndjeshëm numri turistëve që kanë mbërritur në qytet, më shumë se 1.000 pasagjerë dhe qindra mjete, parashikohet që të zbarkojnë përgjatë kësaj fundjave, që cilësohet si shifra më e lartë për këtë vit. Në qendrat verore të shëndetësisë, turistët do të paguajnë për të marrë shërbimin mjekësor. Ministria Evi Sala theksoi se lista e çmimeve është publikuar në çdo njësi
duke shtuar se detyrimi shlyhet përmes kartave bankare. Deri më tani janë paraqitur tek bluzat e bardha në këtë qendra rreth 17 persona. Në 36 qendrat shëndetësore verore, të huaj që marrin shërbim kanë nisur të paguajnë faturat përmes kartave bankare. Për këtë qëllim është bërë ditur dhe është publikuar lista e çmimeve. I gjithë transaksioni ndodh vetëm me kartë. Ministra e Shëndetësisë Evis Sala gjatë inspektimit në Lezhë theksoi se tarifat shërbejnë vetëm për të huaj dhe jo për ata që janë të regjistruar me banim në vendin tonë. Që kemi futur këtë vit pagesën për shërbime shëndetësore nga turistët e huaj. E theksoj dhe një herë nga turistët e huaj, jo për shtetësit shqiptarë që sigurisht vazhdon falas. Janë gati 3500 të huaj që kanë kërkuar ndihmën mjekësore që prej janarit. Do them që vetëm që nga 1 qershor që kush hapur sezoni, kemi pasur 17.000 pushues që kanë kërkuar ndihmën shëndetësore, nga këto 21% ka qenë pushues të huaj, turist. Ministri do doja të shtoja që në fakt këto tarifa mblidhen nga qendra shëndetësore më. Madje gjatë inspektimit u tha se tarifat janë të ulta, ndërsa shërbimet sipas Salës do të vijojnë të rriten, sepse të ardhurat do të përdoren nga këto qendra. Për të reinvestuar ato që të ardhurat që krijojnë nëpërmjet këtij shërbimi. Në total janë ngritur 36 qendra shëndetësore verore dhe janë pajisur me medikamentet dhe aparaturat e duhura, duke mundësuar edhe lehtësimin e spitaleve nga ngarkesa. Duke se Republika Islamike e Iranit nuk do të heqë dorë kollaj nga pasurimi i uraniumit, studiuesit kanë analizuar imazhe satelitore që tregojnë punim e riparimi në vazhdim në kompleksin ushtarak në disa zona strategjike të Iranit. Kjo do të bënte që Irani të shkelte marrëveshjen e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke se Republika Islamike e Iranit nuk do të heqë dorë kollaj nga pasurimi i uraniumit. Imazhet e fundit satelitore tregojnë se Irani po rindërton një strukturë të njohur kërkimore ushtarake, thekson CNN. Një aktivitet i tillë është vërejtur javët e fundit të kompleksit ushtarak në Pashtin, siç raportohet nga Instituti për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare, i cili specializohet në çështjet bërthamore. Sipas studiuesve, objekti u goditi disa herë në fillim të luftës, ndërsa imazhet satelitore fillimisht treguan përpjekje pastrimi. Provat e riparimeve të përhershme arritur në javët e fundit. Kjo përfshin disa miksera betoni dhe pajisje të tjera për të mbyllur përgjithmonë krateret e impaktit. Jashtëquajturi kompleks Talagan ka dhënë shkas për spekulimet e kaluara vazhdimisht. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, programi iranian Ahmad ka punuar atje deri në vitin 2003 mbi teknologji që mund të jenë të rëndësishme për armët bërthamore. Kjo dyshohet se përfshinte teste me eksploziv të fuqishëm për stimuluar shpërthimin e një koke bërthamore. Imazhet satelitore u siguruan nga CNN, i cili gjithashtu e analizoi ato në bashkëpunim me institutin. CNN raportoi se nuk kishte asnjë aktivitet të dyshim në Isfahan, i konsideruar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike si vendi më i rëndësishëm i magazinimit të uraniumit. Të tre objektet ishin bombarduar tashmë nga SHBA në verën e vitit kaluar. Presidenti SHBA Donald Trump kishte theksuar vazhdimisht administrata e tij kishte monitoruar me kujdes këto vende që atëherë. Sipas CNN, ka edhe disa shenja riparimish në objekte të tjera që dyshohet se lidhen me zhvillimin e armëve bërthamore dhe raketave balistike. Këto përfshin objektin e malin Pixas, ku thuhet se po kryen punime mbi kapacitetet bërthamore të thellë në tokë. Në javët e fundit, thuhet se disa kamion janë parë duke hyrë dhe dalë nga tunelet. Edhe një Rusia ka vënë në shënjestër kryeshtetin Ukraina sulme shpërthyer në disa lagje të Kievit. Të paktën 4 persona u vrarë nga bombat dhe raketat balistike në Ukrainën lindore ditën e premte. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev u përball përsëri me sulme me raketa balistike. Rusia sulmoi qytetin me raketa balistike, njofton në Telegram kryetari i bashkisë Vitali Klitschko dhe guvernatori ushtarak Timur Tkachenko. Ata u bën thirrje banorëve të kërkonin strehim. Sipas Klitschkos, të paktën 6 persona u plagosën në këto sulme. Sulme shpërthyer gjithashtu në disa lagje të tjera. Sipas informacioneve paraprake, dëmi shkaktuar nga zjarri ka ndodhur në lagjet në pjesën lindore të qytetit. Sulm gjithashtu shpërthyer në ndërtesë zyrash në Kievin Perëndimor, si dhe në ndërtesat pa banuara. Të paktën 4 persona u vranë dhe 13 të tjerë plagosën nga bombat ruse në Ukrainën lindore të premten, njoftoi Vadim Fliashkin, guvernatori ushtarak i rajonit të Donetskut. Ushtria ruse hodhi 7 bomba në qytetin e Kramatorskut dhe vendbanimin e afërt të Bilenkës.
duke goditur një ndërtesë të lartë dhe një dyqan. Kramatorsku është vetëm rreth 12 km nga vija frontit. Qyteti juglindor ukrainez i Zaporizhzhas u bombardoi gjithashtu rënd. Të paktën një civil u vra dhe 29 të tjerë plagosën, njoftoi guvernatori Ivan Fedorov. Sulmi thuhet se kishte rrshënjesë qendrën e qytetit industrial duke shkatruar më shumë se një duzinë ndërtesash. Trupat ruse kanë përparuar deri në 20 km nga qyteti. Bombat rëshqitëse hidhen nga lartësi të mëdha nga avionet luftarak rus, 10 km larg, dhe janë pajisur me pajisje të ngjashme me krah. Ato rrshqasin në zonën e synuar. Përveç kësaj, qyteti portual i Odesës në jug të Ukrainës u sulmua me raketa lundrimi sipas autoriteteve. Fatkeqësisht një person u vra, shkroi Oleg Kiper, kreu i administratës rajonale të Odesës në Telegram. Sulmi thuhet se kishte për qëllim infrastrukturën portuale. Pentagoni publikoi të premte një numër të konsiderueshëm dosjesh që lidhen me UFO-t, të njohura dhe si objekte fluturuese të pa identifikuara, duke përfshirë një raport nga një aviator ushtarak i cili tha se një objekt misterioz ishte ndryshe nga çdo gjë që kisha parë në 28 vjet shërbim, po ta citojmë fjalë për fjalë. Rreth gjysma e dosjeve datojnë nga viti 2010 me video që tregojnë pamje infra të kuqe të kapura nga kamerat ushtarake. Pentagoni publikoi të premte një numër të konsiderueshëm dosjesh të lidhura me UFO-t, të njohura dhe si objekte fluturuese të pa identifikuara, duke përfshirë një raport nga një aviator ushtarak, i cili tha se një objekt misterioz ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte parë në 28 vite shërbim. Midis skedarëve të publikuar janë 2 video që datojnë që nga viti 2025. Të regjistruar nga sensor ushtarak një infra të kuqe. E para tregon një objekt të ngjashëm me një yll me 6 cepa që fluturon mbi detin e verdh. E dyta shfaq një objekt me formë të papërshkrueshme që fluturon mbi detin e Kinës lindore. Publikimi i së premtes përfshin gjithsej 40 skedar, 14 dokumente, 19 video, 4 skedar audio dhe 3 imazhe. Zbulimi është i ngjashëm me publikimet e kaluara. Një përzierje e dokumenteve dhe videove historike, kryesisht e paredaktuar me skedar të tjerë që detajojnë ngjarjen më të fundit. Një dosje e rëndësishme nga departamenti i energjisë detajon një ndërhyrje nga një objekt i pa identifikuar në hapësinë ajrore me një strukturë armësh bërthamore të njohur si Pantex pranë Teksas në shtator 2015. Dokumenti përfshin rrëfimin e 2 oficerëve që ndoqën objektin, ndërsa objekti bërthamor ishte vendosur në bllokim. Edhe pse nuk arritën të kapnin objektin, ata ndaluan automjetin dhe dolën. Pasi dolën jashtë, ata vuan re se objekti nuk bënte asnjë zhurmë. Për më tepër oficerët deklaruan se nuk kishin në gjendje të identifikonin asnjë lloj sistemi shtytës në objekt, ndërsa përdorin dylbi për ta vlerësuar objektin, theksojnë në raport. Rreth gjysma e dosjeve datojnë që nga viti 2010 ose më vonë, me video që tregojnë pamje infra të kuqe të kapura nga kamerat ushtarake. Imazhet tregojnë objekte të takime të pashpjegueshme nga gjithë bota, duke përfshirë mbi oqeanin paqësor, Atlantikun dhe Lindjen e Mesme. Qindra e zjarfikës në Spanjë po luftojnë ende për të kontrolluar vatrat të flakëve në juglindje pas njërit prej zjarreve më të këqij të gjitha kohrave në vend. Zyrtarët lokal në zonën Los Galardos të Almerias kanë paralajmëruar se numri të vdekurve mund të rritet. Autoritetet kanë bërë me dije se shumica e viktimave kanë rënë prej e kurthit pasi ishin të huaj dhe nuk njihnin rrugët. Të paktën 12 persona raportohet se kanë mbetur të vdekur në një nga zjarret më të mëdha të Spanjës jugore, theksuan zyrtarët spanjoll, ndërsa dalin në pa histori tragjike të përpjekjeve të viktimave për t'u larguar nga zjarri. Më shumë se 460 punonjës të emergjencës janë vendosur për të luftuar zjarrin pranë qytetit Los Galardos, tha të premten ministri i brendshëm spanjoll Fernando Marlaska. Të paktën 1405 banor ishin evakuuar nga shtëpitë e tyre, tha Antonio Sanz, ministri i shëndetësisë dhe emergjencave në rajon. Zjarri më shkatruesi më sot në rajon ton thaj, të paktën 8 persona janë larguar, 4 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Udhëheqësi rajonal i Andaluzisë tha më herët të premten se të paktën 23 persona ishin zhdukur. Rekordet e temperaturave janë thyer në gjithë Evropën këtë verë, ndërsa vendet janë goditur nga valet e të nxehtit, të cilat po sjellin temperatura ekstreme në mënyrë alarmante në fillim të vitit. Zjarfikësit po luftojnë me zjarret në Spanjë, por edhe në Portugali dhe Francë. Sanz tha se disa viktima përpoqen të shpëtonin nga flakët nëpërmjet një shtrati të thatë lumi, i cili rezultoi të ishte një kurth vdekje prurës. 4 persona vdiqën nga një automjet, ndërsa 7 të tjerë u vranë, ndërsa përpiqeshin largoheshin nga zjarri në kamp. Gjithçka sugjeron që viktimat ishin kryesisht, nëse jo të rësisht shtetas të huaj, megjithëse natyrisht kjo nuk mund të konfirmohet derisa identitetet e tyre të përcaktohen zyrtarisht, tha Sanz. Disa të afërm të personave të zhdukur përdorën mediat sociale për të ndarë shqetësimet e tyre, ndërsa autoritetet kërkojnë personat të pagjetur dhe kërkojnë të identifikojnë viktimat e tjera. Të nderuar teleshikues, ne duke përfunduar për zhvillimet më të fundit në ndiqni në faqen tonë të internetit dhe adysjn.com. Faleminderit për vëmendjen.